Si të ndezim një mod kursimi energjie për internetin. Kjo quhet low data mode. Kjo bën që interneti të mos harxhohet shpejt. Shkojmë te settings. Double tap to open. Te Wi-Fi. Heading. Wi-Fi. Online 1. Button. Klikojmë tek Switch button. Selected. Online 1. online Selected. 1 që jemi lidhur. Auto join. Switch button. Low data mode helps reduce your iPhone data. Private Wi-Fi address. Low data mode. Switch button. Off. Double tap to toggle setting. E bëjmë on këtë. On. Low data mode. Tek me këtë aplikacionet na kërkojnë për shembull tregojnë se sa harxhon. App switcher. Settings. Closing settings. App switcher. Closing Gemini. App store. Shkërkojmë një aplikacion. 1 of 1. Today, Tuesday, May 5th. Heading. My account. Button. Tab bar. Arcade. Search. Tab. Shkojmë te search dhe shkruajmë Advertisement. Trip.com. Flight. Redownload. Button. shkarkojmë këtë trip.com-in. Loading. Alert. Low data mode is on. Do you still want to download opening double quotation marks trip.com? The app download size is 78 MB. Jo, këtu na tregon që sa përqind, sa megabajt, më thoni harxhon aplikacioni trip.com duke u shkarkuar. Download. Download. Cancel. Button. Shtypim cancel sepse duhet kemi aplikacion tillë. Redownload. Button. Online 1. Free of free Wi-Fi bars. Status bar item. Control center. Airplane mode. Switch button. Off. Double tap and hold to show more controls. Bëni subscribe për më shumë video. Faleminderit që ishit Selected. në këtë Screen kanal. record. Selected.